2024 ne kemi regjistruar në registrin e klinikës rreth 2150 raste, përafërsisht numër të njëjtë sa në vitin 2023. Edhe pse gjatë vitit 2024 kemi pas muaj kur ka pas trend ngritjes ose regjistrimit të rasteve të reja më shumë, kurse disa muaj tjerë kemi pas ulje, por në total pra kemi një numër përafërsisht të njëjtë prej 2150 rasteve në të dy vitet. Dhe kjo është një shenjë e mirë, me qenë se ka një stabilitet, por ajo që na shqetëson neve është që këto 2 muajt e parë, vitit 2025, ne vetëm kemi regjistruar rreth 360 raste, ose në klinikë janë paraqitur për herë të parë rreth 360 raste të reja me kancer të llojeve të ndryshme, dhe është gati për 50 pacientë më shumë se sa vitin 2024, pra është një trend, siç po duket në fillim, në ngritje ose kemi një rritje të këtyre numrave. Kështu ka qenë edhe vitin 2024 muajt e parë, mirë po pastaj gjatë vitit 2024 muajt tjerë kanë qenë pak më ulët dhe bjen që mund t'i kemi një trend i cili në fund bjen deri te numër përgjithsisht të njëjtë. Mirë po ne këtë do ta krahasojmë deri 6 mujorin e parë dhe aty do të kemi disa dhëna më të sakta dhe rezultate më të mira, të cilat na tregojnë se a do të kemi rritje prapë të numrit rasteve me kancer, edhe pse në gjitha vendet e rajonit kanë ngritje të këtyre raste ose kemi incidencë më të lartë krahasim me vitet paraprake si rezultati i faktorëve të ndryshëm që janë përgjegjës për këto sëmundje. Faktorët që sjellin deri te sëmundja janë të ndryshëm, pra janë faktorë të jashtëm dhe të brendshëm, dhe kur themi faktorë të jashtëm, mendohet faktorë të cilët ndërveprojnë me organizmin dhe sjellin organizmin në risk që këto sëmundje të zhvillohen. Duke filluar prej kontaminimit ose ndotjes ambientit jashtëm, pastaj infeksioneve të ndryshme të cilët njeriu mund t'i ekspozohet, që janë ato virale, bakteriale, ekspozimi i ndotësve të ndryshme në ambientin e punës, ekspozimi i tepruar i rrezeve diellit, rrezatimit kozmik, pastaj ekspozimi ndaj faktorëve tjerë përcjellë që janë në ambientin e jashtëm, si dhe shprehitje e këqija që mund t'i ketë një individ ose hobit e këqija, abuzimi me duhan, konsumimi tepërt i alkoolit, një ushqim jo i shëndetshëm, i pasur shumë me sheqer, me yndyrë dhe me kalori, pastaj mungesa aktivitetit fizik ose pasiviteti gjatë gjithë kohës, dhe këta faktorë të jashtëm pastaj mund të ndërvetojnë me faktorët e brendshëm dhe të vjen deri te sëmundja malinje. Kur është fjala për faktorë të cilët ne nuk mund t'i ndryshojmë, është pikërisht mosha, është gjinia dhe faktori tjetër i cili është trashëgimia, të cilët ne i kemi në veten tonë dhe faktorë të cilët ne nuk mund ndikojmë, por këta faktorë duke ndërvepruar me faktorët e jashtëm pastaj janë përgjegjës për shfaqjen e shumë sëmundjeve në organizmin e njerit, ndërto edhe sëmundjeve malinje. Këto viteve të fundit, ose mos themi gati 10 viteve të fundit, dominon kanceri i xhirit në Kosovë te femrat, dhe është numri më i madh. Meqense edhe vitin 2024 kemi identifikuar rreth 467 persona me kancer të xhirit, nga ata 4 meshkuj, dhe krahasim me vitin 2023 kur kemi identifikuar se regjistruar 450 pacientë me kancer të xhirit, pra është sëmundja dominante në total në të dy gjinit, kurse te meshkujt dominon kanceri i mushkëve. Dhe për fatin tonë të keq është një sëmundje e cila gjithmonë diagnostikohet vonë dhe gjithmonë është në stadin e avancuar 3-4 dhe shumica nga këta pacientë edhe nuk përfitojnë nga trajtimet tjera përpos trajtimit onkologjik që është medikamentos ose me rezatem, por nuk përfitojnë nga intervenimet kirurgjike dhe kjo bën sëmundjen shumë më të veçantë dhe shumë më të rëndë në trajtim, ndërka që pas këtyre dy sëmundjeve, si sistem në tërësi, dominojnë tumorët e tubit digestiv, ose kancerët e organeve sistemit tonë tretës, duke fillu prej gojës pra ezofagut, duke vazhdu pastaj me lukth, me zorë, sidomos zorën e trash, pankreas, mëlçi, rrugët biliare dhe kështu me radhë, pra janë në sistem si tërësi këto sëmundjet dominojnë krahasim me sëmundjet tjera. Dhe te meshkujt dhe te femrat, pra tumorët e zorës së trashës dhe kanceri i rektumit dhe kolonit e nxojnë vendin e 2-3, ndërka që te femrat ndonjëherë dyti, ndonjëherë tretin janë edhe organet gjenitale me një dominancë të kancerit të qafës mitrës dhe të vezoreve. Pra janë sëmundje të cilat janë problematike veçantë dhe kanë nevojë një kujdes shumë të madh, një
do të një angazhim më të madh dhe një edukim shumë më të mirë shëndetësor në mënyrë që këto sëmundje pastaj ti zbulojmë në faza sa më të hershme nëse ato lajmërohen, në mënyrë që të kemi një sukses në trajtim. Kohëve të fundit, pra po rithiremi këto 2-3 viteve të fundit, kemi një paraqitje të rasteve të reja me kancer gjirit, sidomos në stadin e parë, dytë, mbi 50%, që është shenjë mirë, ose është dikun 55-56%, dhe kjo është falë rezultatit të punës ose kampanjave që bën gjatë muajit tetor nga shoqatat e ndryshme që merren me ndërgjegjësim për kancerin e gjirit, shoqatat e ndryshme që shoqërisë civile dhe ato profesionale kanë bërë që gratë, femrat e moshës mbi 40 vjet të lajmërohen te mjeku një herë në vit dhe ne s'mundemi ta gjejmë stade të hershme. Por kjo nuk mjafton, meqense duhet të kemi një depistim më të mirë ose duhet të kemi programe nacionale të screeningut, të cilat do të rrisin në masë të madhe zbulimin e sëmundjes në stadin e parë, dytë edhe pastaj nevojat për trajtim do të ishin më të vogla. Ndërkaq të tumorët tjera, pra të tumorët e organeve, sistemeve tjera, qofshin ato të mushkrive, tubi digestiv, organeve urogenitale, të kokë-qafës, lëkurës, e shumë radhë, për fat keq prapë sëmundjet i gjejmë në stade të avancuara, meqense edhe edukimi shëndetësor në përgjithësi, pra edhe për sëmundjet ose tumorët e gjirit është më mirë, por nuk është adekuat, bëjnë që këto sëmundje të identifikohen pra në stade të avancuara dhe të cilat pastaj bëjnë një problematik në vete, në kuptim të menaxhimit, trajtimit dhe jetëgjatësisë së vet pacientit. Më herët ka qenë shumë më vështirë. Në fillim të karrierës sonë do të kemi pas një hezitim dhe një afërsi edhe më të madhe, edhe pse kemi ato akoma dhe e kultivojmë, por tash jemi më profesional dhe duhet jemi korrekt, edhe pse kemi kërkesa të vazhdueshme do të familjarëve, që pacienti të kuptohet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ne atë e bëjmë, do të mënyrën më të lehtë, por ai duhet ta di realitetin dhe duhet ta di se çfarë ka dhe është goxha problem. Meqense ai kalon gjitha format tjera të trajtimeve ose kontakteve me personel shëndetësor dhe për fatin tonë të keq të onkologëve, ne në shumicën e rasteve jemi të parë cilët i komentojmë se ka një problematik e cila duhet të trajtohet dhe e cila lën përshtypjen në moment të parë për një sëmundje e cila është goxha e rëndë dhe sëmundje e cila kërkon një trajtim shumë më intensiv. Dhe kjo pastaj ndërlidhet edhe me pranimin e lajmit nga vetë pacienti, nga mënyra se si ai qaset trajtimit, sa është korrekt, sa është korrekt në kuptimin e marrjes terapive, ardhjes me kohë, sa është i përgjegjshëm ndaj rekomandimeve të cilat i jepen pacientit, në mënyrë që rezultati dhe benefiti i trajtimit jetë maksimal. Dhe ky pastaj komunikim vazhdon gjatë gjithë kohës, gjatë trajtimit të pacientëve tanë, të cilët kanë një trajtim në fazat caktuara ose në stade të ndryshme të sëmundjes, një trajtim i cili është goxha i gjatë dhe mund të kap disa muaj ose vite në mënyrë që të vim deri te ai përfundim kur themi që një pacient tash e ka futur sëmundje në kontroll dhe mund të vazhdojë jetën normalisht.